Anis se konflikti mes Iranit dhe Izraelit ka përfunduar dhe çmimet ndërkombëtare të naftës kanë shënuar rënje, në Kosovë çmimi i këtij derivati vazhdon të bie ngadalë, ndryshe nga rritjet e shpejta që ndodhin pothuajse menjëherë pas ndryshimeve të çmimeve në bursa ndërkombëtare, rënjet pasqyrohen me shumë vonesë. Kështu thonë nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, derisa nga shoqata naftatarëve e mohojnë një gjë të tillë. Kjo shoqatë pretendon se ka ulje të çmimeve të derivateve. Në anën tjetër, qytetarët janë të zhgënjur me mënyrën se si po lëvizin çmimet e derivateve në treg. Aktualisht sot në tregun e Kosovës 1 litër naftë shitet mesatarisht nga 1.21 deri në 1.29 euro, derisa 1 litër benzin shënon 1.21 deri në 1.30 euro. Po sigurisht që duhet me ra, sigurisht patjetër, s'është normale kur bin çmimet në botë, këtu të na nuk bin. E kur ngriten, atëherë më njëherë të nesër më një kena veç çmimet e ngrituna. Po patjetër që duhet me marrë. Po duhet me ra çmimi naftës, por standardet e Kosovës është shumë shtrejt. Për vendin se ku jetojmë, është shumë shtrejt. Masi ka ra gjithkund, është rrit shumë shpejt, mirë po me ra, tu ra shumë ka dale. Edhe mos tham heq. Presidenti Amerikan Donald Trump bëri thirrje të hënën për mbajtjen e çmimeve të naftës tolta, derisa çmimet u rritën në nivelin më të lartë 5 mujor pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj objekteve bërthamore iraniane në fundjavë. Pas kësaj, ai ka njoftuar se është arritur armë pushim mes Izraelit dhe Iranit.